mbrëma. E mpami nga dy fushatat. Një entuziazëm në fakt në Korçë I pa parë që nga vitit 2009 dhe fyrit e Edi Ramës. Konkurentit këto ditë të Ilir Vrenotit, por që sigurisht nuk po e konkuron dot. Shikoni, para 3 netësh Top Channel ka publikuar një sondazh. Sondazhisti I Donald Trump thot I vetmi që e nxorë fitues. Amerikanin, personin që merr përsipër sondazhin, thot se kampionët janë mbledhur në janar shkurt dhe e publikon në fund të prillit, pra gati në fillim të majit, 2-3 javë para zgjedhjeve. Kur e pyet gazetarin nëse këtë gjë e bëjnë dot në Amerikë, që një sondazh të janarit ta publikojnë në pas 3 muajsh, ai thot sigurisht që jo. Kur e pyet gazetarin se kush I ka mbledhur, kush ka bërë pyetësorin, operator shqiptar. Pra pranon që ky është vetëm llogaritar, bën mbledhje dhe zbritje, të dhënat I kanë marrë nga operator shqiptar. Kur e pyet gazetari si ka mundësi që të del në sondazh koalicioni Euroatlantik I Lulzim Bashës, në kohën që kampionat ju e keni marrë kur nuk është e krijuar koalicioni Euroatlantik I Lulzim Bashës. Nuk ka përgjigje. E thon më shkurt. Miliona dollar nga Top Channel të paguar nga Edi Rama janë dhënë për zotrin që t'i bëjë vetëm një pyetje. A e ke mik Kris Lasivitan? I cili thot po. Por vetë pranon. Nuk është pyetësori jon, është I janarit, është pyetësori mbledhur nga operator shqiptar, po e publikoi tani për të vetëm pyetje. E njoh Kris Lasivitan. Ideja është kjo. Nuk ka vetëm Berisha amerikan, ka dhe Rama amerikan të Trump dhe amerikanë e Trumpit me të dhënat e mbledhur nga patronazhistët e janarit, e nxjerr fitues Ramën në fillim të majit. Kuptojeni vetë se sa serioze janë sondazhet. Do diskutojmë sot mbi dy fushatat, Fatmir Mediu, kryetari I Partisë Republikane, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Andi Bushati, mirëmbrëma. Entona Bilekaj, mirëmbrëma. Ambasador Nesho, mirëmbrëma. Mediu, po e filloj me ty, me bazë sa ka publikuar se ju ka braktisur Kris Lasivita. Para se të filloni me emisionin këtu, do thonë, po edhe në pranit miqve që janë këtu në studio, ne folëm me Kris Lasivitën. Kris Lasivita është më shumë se 3 herë në ditë në kontakt me të gjithë stafin dhe shtabin drejtues elektoral të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ka 5 përfaqësues permanent nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që punojnë në zyrat e Partisë Demokratike me shtabin, si nga pikpamja e mesazheve, organizimit të takimeve, pra është non-stop I angazhuar me fushatën elektorale të Partisë Demokratike të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Dhe besoj që gjithë fokusi I kësaj fushate, që do nuk është debati me Edi Ramën, por është bashkëbisedim me qytetarët shqiptar. Të gjithë e njohin se çfarë është Edi Rama, doni t'ia vendosim epitetet mund ta gjejmë para kollaj, mashtrimi është e para, don në një lloj mënyre delirante e dyta, dhe njëri I cili shan dhe fyen çdo që I del përpara e treta. Ne duam të merrem me çështjet e qytetarëve në mënyrë që t'i tregojmë atyre që me një program, me një qëllim serioz, me një mision të cilin e ka marrë përsipër zoti Berisha, ne të përpiqemi që të sjellim Shqipërinë dhe shqiptarët në një standard tjetër, ku qeveria shërbëtore atyre dhe nuk kemi vendoset mi shpatur për t'i marrë frymën dhe për t'i cënuar dinjitetin dhe lirinë siç ka ndodhur këto 12 vite. Edi Rama, duke mos pasur asnjë rekord pozitiv në 12 vitet të qeverisës vet, padyshim që është interesuar ta devijojë fushatën në sharje, në fyrje, në largimin e njerëzve nga qendrat e votimit, ashtu siç I ka larguar nga Shqipëria më shumë se 1 milion shqiptar për këto 12 vite. Pra, qartësisht kërkon që do të thonë debati të jetë sa më bajat, sa më pak interes qytetar në procesin e votimit, dhe pastaj nëpërmjet grupeve kriminale, parave të korrupsionit, patronazhistëve, të blejë dhe të intimidojë votuesit shqiptar. Brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe për këtë ka fakte dhe prova të cilat janë evidente, janë përcjell edhe në media dhe në opinionin publik. Tashmë edhe në strukturën e posaçme antikorrupsion siç është SPA. Me këtë të fundit do bëni namën, fakt. Po s'tash do bëjmë namën, po mendoj që detyra e një politikani është kjo, që me nam pa nam ato institucione jemi, nuk kemi institucione tjera. Do na institucion ka marrë përsipër, pastaj namin, të mirën dhe të keqen, po tjetë do të mund plas më shumë se ty. Tani po t'jap këto eksperjencat personale. Sa herë ka takimet e marrë të drejtuesit politikë të opozitës në rreth për dy pyet, ore Rama kishte sill vërtet administratën e Dibër me autobus, me urdhër, por kishte mosh pallatin e sportit. Ju ku do e bëni? Dhe
Përgjigjja e tyre është kanë frikë njerëzit të vinë. Ndërkohë, bëhen takimet e nesme, sallat janë plot, entuziazmi është i jashtëzakonshëm dhe madje siç ishte rasti i Firit apo dje në Korçë, jashtë ka po aq njerëz sa që kanë salla. Ja është baza poshtë dhe populli dy hapa para jush, apo ju s'kuptoni gjë çfarë po ndodh? Sepse ajo çfarë më thon drejtuesi politik, me atë çfarë ndodh të nesërmen, është e frikshme. Njerëzit janë aty, janë më entuziast, vetëm 2009 kanë parë këtë lloj, as në 2005 jo. Ndërkohë që po ti pyesësh, këta vetë janë skeptik. Unë nuk e di se nuk mund të marr në intervistë ty të them këtë drejtues politik e fol. Me gjithë. Por do të thënë padyshim që secili kur është drejtues politik mban një rezervë, sepse gjithmonë shikon kur del mirë, do të thënë padyshim është pjesë e kredës. E mban një herë, po jo në çdo qark. Fryma që është në çdo qark, njerëz ka shumë më shumë se sa drejtuesi politik pretendojnë. Mirë, ky është pretendimi juaj, unë do të them gjykimin tim. Ajo që unë dua të them është kaq, do të thënë ne kemi fushatë e cila ka krijuar një frymëzim për qytetarët. Ju e presit këtë dobim dje në Korçë? Po t'ju pyesa përpara? Shiko, unë them që do të thënë padyshim në mënyrën Kalvani që ka kaluar opozita. Ishte derë qytetit dhe nuk pash një autobus, një makinë gjithë në këmbë, ishte Korçë. Ja po ju marrin shembull tjetër, do të thënë ku nuk ka të bëj shumë me drejtues politik. Po ju marr rastin e kemi qenë bashkë Mbresh apo jo. Në të njëjtën kohë Rama ishte në Milano. Do të thënë salla e Ramës ishte bosh. Me administratë që qarë se unë të nesër nuk thema me avion, më falu thema me avion. Ja ka marrë dorë numërimit karrikeve. Rama e kishte Milano sallën me 600 veta, në Brescia ju kishte me 1900 veta. Regjizori i Ramës i thoshte regjizorit tim kur po bëhej transmetimi live në kohë, na dërgoni njerëz me humor se ky joni është keq. Nuk diskutohej, por në Brescia tani, se e takuam të dy, edhe po ja përmend emrin. Nuk është vetëm çështje fryme, ishte edhe çështje strukture. Se ato që bënte çekrezin në Brescia, ju të kishit disa në Shqipëri. Aty kishin një angazhim strukturor të jashtëzakonshëm. Unë po i them ka gjë që do thonë kjo që shikoni ju është frymë politike dhe elektorale, por është dhe punë strukturash mirë pa diskutueshme dhe nuk është vetëm drejtuesi politik, por janë dhe kandidatët. Dhe gara ndërmjet kandidatëve në listën e hapur ka sjell një tjetër gjallëri edhe brenda strukturave, po edhe në raporte me njerëzit. Dhe unë mendoj që në një aktivitet elektoral vlerë shtuar janë gjithmonë ata që janë në garë, më shumë se sa ata që janë në listën e mbyllur. Sepse ata kërkojnë çdo ditë, në çdo moment votën tek qytetarët, brenda dhe jashtë strukturës. Dhe kjo është gërshetuar dhe me frymën që është ndërtuar, dhe duhet të them sinqerisht me bindje që ajo që po bën zoti Berisha nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë që ta bënte. Nga mëngjes deri në darkë në një aktivitet kaq intensiv elektoral. Dhe do të shpresoj që do të thonë ky konstatim që thoni juve ka bërë, po më po them ta bësh tani. Ky konstatim që thoni juve të vlej për drejtues të qarqeve. Edhe një herë, për drejtues të qarqeve është kjo që do të paktën të kenë të njëjtën energji dhe të njëjtën dëshirë, do të siç e ka zoti Berisha për të ndryshuar atë realitet papranueshëm që është për shqiptarët qeverisur nga Edi Rama.